Profeti alayhi salatu wassalam në hadith vërtet thot: "Men istata'a minkum an yakuna lahu khibun min amalin salih falyaf'al." Subhanallah. A bëjmë neve plane për këtë dynja? A bëjmë plan biznese për punët tona? A mendojmë neve për fitimin tonë dhe për jetën tonë, çfarë do bëjmë sot, ku do arris mas një periudhe 6 mujore ose 1 vjeçare, si do ta mbaj biznesin, si do ta mbaj familjen time, fëmijëve çfarë drejtimi do t'i jap? Të gjitha planet i bëjmë po për atë ditë që do dalim para Allahu xhaleshanu, a ke bon ai plan? Sa ajo është e rëndësishme dhe kjo që jetojmë neve në këtë dynja, nuk ka problem, bëj plane për dynja, plane të mira dhe të dobishme dhe të bukura. Ti jesh në halal, fitosh halal, po mos harro planin më të madh dhe planin më të rëndësishëm për ditën që do dalim para Allahu xhaleshanu. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasallam, nëse dikush prej jush mundet që të lejë një depozit tek Allahu xhaleshanu për ditën e madhe, le ta bëj. Nëse ke mundësi lesh një depozit, ashtu si planifikon, edhe e ushqen biznesin tatë dhe punën tatë dhe jetën tatë dhe i shtron rrugën vetes tatë në këtë dynja që të ecësh edhe të ngrihesh më shumë, bëj edhe diçka ta kesh për ahiretin tatë. Ditën kur qëndrosh para Allahu xhaleshanu, a kemi lënë në i vepër neve e cila nuk do të bëhet pluhur, e cila është e pastër, nga sy e fajësia, nga vetë pëlqimi, e cila është bërë vetëm për hatër të Allahu xhaleshanu dhe për asnjë gjë tjetër. E kur dalësh para Zotit, ti jetë aty me ty, edhe të ndërmjetësoj tek Allahu xhaleshanu e dalësh faqe bardhë, subhanallahil azim.